Arti i barabarti ishte ekspozita e radhës e çelur në Galerinë e Arteve Digjitale në Korçë, e sjell si një përvojë unike për fëmijët. Kjo shfaqje multimediale u frymëzua nga libri që mban po këtë titull dhe promovon mesazhe edukuese, ku më kryesori për tolerancën si virtyti më i lartë i njeriut. Ekspozita të tilla janë shumë të mira sepse neve kur prodhuam librin e ndam të sa më shumë fëmijë mundën, por duke qenë se kjo nuk është i aksesueshëm për çdo, kjo shfaqje do të jetë. Mesazhi që ne duam të japim për përfshirjen, gjithëpërfshirjen dhe diversitetin shkon edhe më lehtë tek fëmijët që janë shumë të vegjël edhe që janë konceptet e tolerancës që ne duam t'i shpërndajmë si mesazhe. Ky libër është përshtatur dhe në gjuhën angleze nga shkrimtarja britanike Alice Taylor. Unë punoj në televizion, ushtroj fotografin, shkruaj libra, por ky është një dimension ndryshe. Më i rëndësishëm është mesazhi që të gjithë janë të barabartë, pavarësisht se sa i gjatë je apo çfarë ngjyri ke flokët, prej nga je apo çfarë gjuhë flet. Kjo është diçka shumë e rëndësishme që një fëmijë duhet të kuptojë. Bullizmi është një problem në çdo vend të botës, pra mesazhi vlen shumë. Drejtori i Galerisë Arteve Digjitale Arbri Malile tha se kjo është ekspozita e parë e frymëzuar nga një libër për fëmijë. Na vë para një pozite ose një detyrimi që të risjellim shpesh vepra arti, eksperjenca, ekspozita dhe sidomos si kjo e sotshme që ka një mesazh shumë të drejtë për drejtë, ka një mesazh shumë të fortë jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindrit. Fëmijët e shijuan ekspozitën dhe kuptuan mesazhet që përcolli. Të bashkohemi si qemi, të jemi të sjellshëm të gjithë, të sillemi njësoj të njëjtë, të jemi të barabartë të gjithë. Ne shkojmë shumë mirë, kemi sjellje të gjithë shumë të mirë, bashkohemi çdo herë, luajmë gjithmonë. Kjo ekspozitë erdhi dhe si një thirrje e fuqishme për të edukuar fëmijët e drejtë e gjithëpërfshirës.